Shtëpia është në një nga ato momentet kur tensioni nuk fshihet më pas buzëqeshjeve apo batutave. Çdo fjalë ka peshë, çdo shikim ka domethënie. Dhe në qendër të këtij përplasimi është Monika, e cila këtë herë vendos të mos tërhiqet, por të përballet drejt për drejt me Arbërin dhe Ledionin. Ajo nuk e nis me gjysmë fjalësh. Toni i saj është i prerë, i drejt për drejt, pa filtra. Ju të dy, unë e di që doni ju që ta fitoj Big Brotherin. Një deklaratë e fortë që menjëherë ndez situatën. Sepse nuk është thjesht një mendim, është një akuzë. Një akuzë që nënkupton se loja nuk është më e pastër, se ka anësi, se ka preferenca të fshehura. Arbëri përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa Ledioni duket i befasuar nga kjo dalje kaq e drejtë për drejtë. Por Monika nuk ndalet. Ajo vazhdon, duke e thelluar edhe më shumë përplasjen. Ju nuk e doni mirin të fitojë. Jeni kundra tij. Fjalët bien sigur në mes të dhomës. Tani nuk ka më kthim pas. Nuk është më një debat i zakonshëm, por një përballje e hapur mbi drejtësinë e lojës dhe qëndrimet e secilit. Ledioni reagon. Ai përpiqet të mbrojë veten, të sqarojë që nuk ka asnjë qëndrim personal kundër askujt, se gjithçka është në kuadër të rolit dhe analizës së lojës. Por Monika nuk bindet. Për të gjithçka është e qartë. Ajo nuk po flet vetëm nga emocionet, por nga një bindje që e ka ndërtuar gjatë kohës duke vëzhguar çdo detaj. Unë i di këto gjëra, këmbëngull ajo. Nuk jam këtu kodh. Arbëri ndërhyn duke u përpjekur të ulë tensionin dhe të rikthejë diskutimin në një nivel më racional. Ai thekson se loja është e hapur, se publiku vendos dhe se askush nuk ka fuqinë të ndikojë në rezultatin final. Por kjo nuk e ndal Monikën. Sepse për të nuk është thjesht çështje rezultati. Është çështje ndjenje, perceptimi dhe mënyre se si trajtohen banorët. Në kulmin e debatit, Monika hedh edhe një fjali që e ndryshon krejt atmosferën. Ledioni, më mirë mbaroje të martën dhe të shtunën e emisionin dhe shko të fëmijët e mi. Një fjali që nuk është vetëm një kundërpërgjigje, por një shpërthim emocional. Një moment ku debati kalon nga loja në personale. Në atë çast, gjithçka bëhet më e rëndë. Sepse përfshihen ndjenja, përfshihen kufi që zakonisht nuk kalohen. Ledioni mbetet për një moment pa fjalë. Është një goditje e papritur. Një koment që nuk lidhet drejt për drejt me lojën, por me jetën jashtë saj. Dhe pikërisht për këtë ka një peshë tjetër. Arbëri përpiqet sërish të ndërhyjë, duke rikujtuar që diskutimi duhet të mbetet në kuadër të lojës, pa kaluar në sulme personale. Por tensioni tashmë ka arritur kulmin. Monika, megjithatë, nuk duket e penduar. Ajo qëndron në vendimin e saj, në fjalët e saj, në bindjen e saj. Për të, kjo përplasje ishte e nevojshme. Një mënyrë për të thënë atë që mendon, pa u filtruar, pa u friksuar nga reagimet. Ky moment lë pas një atmosferë të rënduar. Asgjë nuk është më njësoj. Marrëdhëniet ndryshojnë, perceptimet ndryshojnë dhe loja hyn me një fazë edhe më të tensionuar. Sepse ndonjëherë nuk janë vetëm nominimet apo votat që ndryshojnë rrjedhën e një formati të tillë. Janë këto përplasje. Këto momente të sinqerta, të ashpra, të papritura. Dhe kjo përballje mes Monikës, Arbërit dhe Ledionit do të mbetet si një nga ato momente që ndan lojën në para dhe pas.